Zëvendës kryeministri Izet Meçiti ka paralajmëruar padi penale ndaj kryetarës së qytetit të Shkupit Daniela Arsovska për akuzat e saj ndaj komunës së Çajirit, të cilat sipas Meçitit janë të pabaza dhe të pavërteta. Meçiti thotë se veprimet e Arsovskës janë tentim i BDI-s për destabilizim të vendit përmes komunave. Zëvendës kryeministri Meçiti ka thënë se burrat e BDI-s po fqihen pas Daniela Arsovskës. Pra problemi është dështoj edhe plani i parafundit të Zotit Ahmeti me Karavarit, sepse Zoti Ahmeti tha që do të dalë në rrugë dhe nuk do të prehet, po si duket rrugën burrat e BDI-s ja kanë lënë Daniela Arsovskës dhe Levicës. Prandaj kjo është një strategji e fundit e Ahmetit për destabilizim të vendit, kësaj radhe nëpërmjet komunave. Dhe fatkeqësisht pra në bashkëpunim me Levicën dhe me Daniela Arsovskën. Unë më vjen keq për Danielën se është po instrument i blerimit. Mirë që ka dalë Çajir, mirë është ta shohim edhe në Saraj, të shohim ndërtimet e egra, mirë është të shohim ndërmarrjet publike që janë para bankrotit, mirë është ta shohim. Padi kundër Arsovskës ka paralajmëruar edhe vetë kreu i Çajirit Visar Ganiu, i cili tha se pas veprimeve të kryetarës së Shkupit qëndrojnë Bujar Osmani e Blerim Bexheti. Sipas Ganiut, të gjitha pohimet e Arsovskës janë të paqëndrueshme. Duke folur për ndërtimet pa leje, Ganiu tha se Çajiri në nivel të qytetit është në mesin e qyteteve me më pak ndërtime pa leje, kurse në nivel të shtetit, sipas Ganiut, janë mbi 130.000 objekte që presin të legalizohen. Thotë se në komunën e Çajirit aktualisht 13.000 objekte presin dritë të gjelbërt për legalizim. Gjatë këtyre paraqitjeve të zonjës Arsovska ka pasur shumë jo të vërteta. Edhe ato jo të vërteta ne do i paraqesim në organet kompetente dhe do të ketë proces gjyqësor. Nuk mund dhe ajo të më quan mua njeri kriminal. Lufta mes Ganiut dhe Arsovskës ka filluar javë më parë, kur i pari i Çajirit tha se Shkupi dhe higjiena komunale po e neglizhojnë Çajirin, kurse Arsovska ju kundërpërgjigj duke akuzuar për ndërtime pa leje dhe për legalizime të palishme. E gjithë ngjarja kulmoi mbrëm kur Ganiu dhe një pjesë e qytetarëve në mesnat hodhën mbeturina në hyrjen kryesore të zyrave të Arsovskës. E kjo e fundit e akuzoi duke i thënë se është kriminal dhe është duke u friksuar nga drejtësia.